Një thyrje e kusheve mike. Me sa duket Çfarë mund të jetë? Mirë, tani shkojmë të flasim pak për votën e diasporës. Kemi folur kaq shumë dhe ne këtu në program, kemi patur përfaqësues të tyre, të cilët me shumë vendosmëri e kanë kërkuar këtë moment që duhet thënë është një moment historik dhe mjaft i rëndësishëm. Dhe jemi me njërin prej tyre, me Anila Hykën, e cila ka marrë dhe ajo pakon e saj. Apo jo, Anila, mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi. Ka mbritur pak, apo jo dje? Kaq shumë kemi folur për votën e diasporës dhe nuk e di çfarë emocioni është Anila tani që të kesh mundësinë ta shpresh vullnetin edhe nga larg për vendin tënd. Unë besoj duhet jetë edhe për shumë të tjerë nga ne, po për mua ishte emocion që në momentin kur mora mesazhe nga DHL-ja, si ishte surprizë, nuk e dija që të dërgonin mesazh paraprak. Dhe përfitoj nga rasti që kushdo që na dëgjon nga shqiptarët jashtë vendit, DHL-ja dërgon mesazh në funksion të kontaktit që ne kemi dhënë, ose numrin e adresës, numrin e telefonit ose adresën e emailit, kështu që ti verifikojnë. Dhe erdhi pastaj domethënë tamam në ditën erdhi dje, më drejti postieri në mesditë. Ishte emocion sepse domethënë u mendua edhe ajo ideja që do vinte një pako shumë e rëndë me me fletushka me këtë, por jo ishte në goxha e mirë organizuar, e mirë strukturuar, domethënë ato çdo informacion ishte i qartë. Ka përshtypjen që KQZ-ja ka bërë një punë jashtëzakonisht profesionale dhe i ka kalu besoj të gjithë, domethënë pritshmëritë, i ka kalu dhe ata që kanë qenë skeptik, domethënë në çdo format. Dhe mënyra se si domethënë gjitha është menaxhuar, dhe përfshirë në regjistrimin që ishte volum punë e jashtëzakonshme dhe kohën e shkurtër që ata kanë pasur në funksion. Pra mund të themi një premtim i mbajtur apo jo? Mund ta themi këtë tani më? Një premtim i mbajtur, por një premtim i mbajtur do të thotë ka shumë kompozitet, domethënë ata nuk është e vënë që do bëhet kështu, domethënë nuk është se dhan shumë premtime, vetëm sa që të realizojnë tjetër. Por u them që paku e ka ardhur shumë e mirë, operatori është nga më të mirët që njihet. I garantuar deri në dorëtim, kështu që para e them që i ka kaluar dhe poshtë çdo lloj skeptizmi ose çdo lloj mundësie spekulimi që i jam thënë këto. Dhe ju nuk paguat asgjë apo jo në momentin që morët këtë pako? Dhe nuk do paguani, ju nuk paguat asgjë materialisht flas, paguat diçka, se me që u erdhi pakoja, siç mund të ndodhi shpesh apo kur të ridërgoni pastaj dhe votën tuaj, sepse është premtuar që do të jetë pa pagesë apo jo për shqiptarët në diasporë. Jo, edhe prandaj tash është e mirë organizuar sepse e kanë bërë gati dhe qesja ose si thua zarfi i madh i DHL-s është i përgatitur, pra është e gjitha e stampuar, domethënë kanë bërë procesin që për votues, aq të thjeshtë, që për votuesi duhet vetëm të jetë i kujdesshëm tek fleta e votimit që do plotësoj. Pra ta lexoj udhëzuesin përpara se të plotësoj fletën e votimit, të japi votën, ta fusi në zarfin A, pra zarfin e vogël, ta mbylli mirë zarfin, pa bërë asnjë lloj shënim, domethënë vetëm me kujdes duhet të jetë që kujdesi që do të bëjë votuesi vet për votën që do japi, pra mënyrën se si e plotëson. Të nuk bëj absolutisht asnjë shënim, shpresojmë që njerëzit janë kujdesshëm të nganjëherë ndonjë kafe, ndonjë gjë mund ta bëjë, pra mos pare zarfet, të dyja zarfet, pra zarfi i parë, zarfi i dytë, që mendoj unë që është domethënë që ka vetëm një kod QR edhe të i thotë numrin në shtetin ku ti jeton dhe qytetin që ti i takon si thua zonës elektorale. Prandaj është e rëndësishme se sa mund të kryen shqetësim dhe njerëzit mund të kenë tendencë të shënojnë emër mbi emër. Shpresoj të mos e bëjnë atë.